Ministri i Transportave dhe Punëve Publike, Sokol Oldashi, ka inspektuar nga afër punimet për ndërtimin e ujësjellësit, sistemimin të kanalizimeve dhe rehabilitimin e rrugëve në qytetin e Korçës. Investimi ka vlerën e 75 milionë eurove dhe pritet të zgjidhë përfundimisht problemin me ujin e pishëm dhe infrastrukturën. Janë rreth 75 milionë euro të investuara që kanë përdorur për ujësjellësin. Tashmë në fazën e dytë kemi 15 milionë për kanalizimin dhe sistemimin e rrugëve që do të përfshijë jo vetëm përfundimin e rrjetit kanalizimeve të qytetit duke zgjidhur një herë mirë problemin, por edhe rehabilitimin e rreth 80 kilometrave rrugë, nga të cilat rreth 100.000 metra katror, sikurse informohem, janë kaldrëme për rrugë tradicionale për të ruajtur edhe ato tipare karakteristike që ka Korça si një qytet nga më të rëndësishmit në vend. Faza e dytë e projektit parashikon ngritjen e impjantit të ujërave të zeza, saj financimit të qeverisë shqiptare, asaj gjermane dhe Bankës Europiane për Investim.